Pasi Bashkimi Evropian dështoi të arrinte marrëveshjen për përdorimin e aseteve të ngrirëra ruse për të mbështetur Ukrainën, presidenti rus Vladimir Putin mbajti fjalimin e fundvitit. Ai zbuloi se Rusisi është kërkuar të bënte kompromise për Ukrainën në samitin e tij me presidentin e SBA-s Donald Trump në Alaska në gusht dhe se kishte rënë dakord. Është krejtësisht e pasakt dhe e pabazuar të pretendosh se ne hedhim poshtë çdo gjë. Topi është tërësisht në fushën e kundërshtarëve tanë perëndimor, kryesisht udhëheqësve të regjimit të Kievit dhe në këtë rast para së gjithash sponsorëve të tyre evropian. Ne jemi të gatshëm si për negociata, ashtu edhe për një zgjidhje paqësore të konfliktit. Putin tha se Moska nuk e ka në planet e saj të sulmojë Europën. Ata vazhdimisht thonë se po përgatiten për një luftë me Rusin, apo planifikojnë vërtet ta sulmojnë Evropën? Çfarë lloj marrëzie është kjo? Ai shprehu gatishmërinë se Rusia ishte e hapur për bashkëpunim në kushte të barabarta me Perëndimin. Ne jemi gati ta mbyllim këtë armiqësi menjëherë, duke garantuar njëkohësisht sigurinë e Rusisë në afat të mesëm dhe të gjatë. Ndërsa dha garancinë se nuk do të sulmonte thellë Ukrainën nëse mban zgjedhjet, duke i garantuar sigurinë dhe sipas tij, qytetarët ukrainas që jetojnë në Rusi duhet të jenë gjithashtu në gjendje të votojnë.